Kjo që ka pëndodhë sa, do është të tensionet që tani ma jenë të një ora të komuniteti serbe dhe në qasje ndaj tyre ke që po silë. Që po besoj që ndoshta po du me do në fakt të një tem tjetër, pastaj me shku të zjedit, pra konstituimi apo mos konstituimi i kuvendit, ende nuk e dim, para se me dole aty, pra një status i fundit i Dimal Bashës, që është krye parlamentar, thot që ka njoftu që emri ti tashme i është hequr nga kjo revist për në cilën a i ka qenë si bashkautor i një shkrimit i cili ndër tjera thot që lufta UÇK-s zoti Limaj është financuar me parat e drogës. Dimal Basha është kryetari i parlamentit, e ka bën një zbrapsje nga ky shkrim, por nuk di nëse mund t'i besoj dikush që një mend ai tashmë mas sa vjetëve i ra nërmend për më tërheq nga një shkrim i tillë skandalos. Leo, kjo tash është pak në nivelin është me fy inteligjencën e njerëzve në Kosovë. Po nuk ka pa edhe shkoj sepse këtu paka shumë shpesher po fyet inteligjenca këtij vendi. Bile, edhe në fyrjet e inteligjencës dhe po shpërblemi. Domethënë po harrohet, po hajde me këta njerëz kalohet edhe kjo, kalohet edhe një temë tjetër, asnjë pasojë përgjegjësi publike me politikën e ka dhe kjo dhe të shtyn me pak se në një vend normal, nuk i drejtohet ky status në një vend normal. E të përgjeshëm, nuk i drejtohet. Sepse turpësh kemi e drejtu tani, a i së në del për shpi, heqmi e drejtu këtë, se tash e ka një fyrit të dy fesh popli. Kjo nuk ka konë një shpi që aprishet për ta marej të rej. Më falni se e kom pri shpi, në për janisi për ta më ndërtoj një shpi të rej. Sa shpi kjo. Kjo nuk është një, a dy qush është kjo. Kjo është barabar. Së këmë e vra një njëri me në gjallë. A më në gjallë një njëri që o vra. Së në gjallët. Dami. Spari kjo nuk ishet heq. Hini në YouTube dhe hini klikoni atje dhe shini qka ka. Dami që u ka bon, ki nuk shlyet kështu. Mos harroni kura bon a i shkrem, mos a i... Që t'jem qartë mas pari. Që për me qenë të qartë mas pari para opinionit publik, shqyqani. Mendimet e lira private janë të se cilit dhe se cilit mund me thonë qka do. Du me qani, tu mas pari që du me ka i qartë. Po se cilin këtë vendin tonë të lirë, bashkë ka mendojnë mund me thonë, si qytetarët lirë. Amor në momentin, kur ju vini dhe konkurreni për poste publike, atëherë këthejet mrapa, edhe ka më matë më po, kushin ju? Të pak të në pej kur i kibote të më djetë, si ka qenë raporti, për shamë, me shtetin tonë, me institucionin që në të me drejtu, cilë është e kalura jote. Pse njerëzit kujdesen në biografinë e vetë ka daldale me ndërtu me smelohijet zeza? Sepse e kalura nuk shlyet. E ardhë me projektuat, e kalura me asë një shmim nuk shlyet. Dhe qka do? Nëse ju keni gabuar në të kalurën, ju duhet me jetu me pasojët e s'kalurës. Kur shkën një institucion publik. As kur s'ja kish kërku, as si shluat se ka dhe shkrimi ma të këshia si, në kuptimin privat. Një njeri privat mund me bon, ka menu që ashtu. Menën, kem plët ashtu, nështë ka dhe shkrimi ma të këshia. Studesh ta me dojtë. Hama, kë njeri, në momenti kur arë kritari kuvendit ose deputet, u e së është bërmërëzi një post publik, një shëqëri normal, një postin publik, trajtohet a është i përshtatshëm kë njeri për këtë post. Përveç anës profesionale, cila është e kalura ati në raport me vendin e vetë, me institucionit që ka me drejtu. Neve se të po flasim, jo për një amën Dimal, jemi të ju folë, për postin e dytë në publikur, për kryetarin e kuvendit. A duhet kryetari i kuvendit me qenë një njeri i cili para 13 viteve sa, në valën ku ka qenë një fushat e egrë speciale, kundër lirisë Kosovës. Raporti Dick Martit. Task Forca për hetimin e saj. Ka qenë, më spori parlamenti Duma Ruse ka mojtë seanca. Parlamenti Serbisë ka mojtë seanca. Në vazhtën e Dick Martit, të raportit të Këshillit të Evropës. Dhe nëse ju kujtohet, në atë kohë, ka qenë e projektuar, Burim, ka qenë e projektuar, sepse këtë 12 që nuk ka arë qatë ditë amenu dhe qatë ditë apo shkrimi. Po ka vite, që cilët jenë pregadit. Dhe ato jenë dhonë me, si me thonë, jenë të koordinura njerëzit që jenë dhonë për me bërë aso artikuj, që me ndërtu sa ma shumë kauzën serbo-ruse për luftën të qërimtare. Me ndërtu një kauzë, një histori, një racjen tjetër. Dhe që ka ndodhë? Mos harroni betejën tonë në Gjene 2. Gjene 2-ja, Dick Marti, janë dy gjëra, parafërsisht ka ndodhë në 6 mujorin e fundit, ne që e kemi pa.
Se kjo dikmarrë ka filluar më herët. Dhe tash në kontekstin e krejt që saj, 2 vjeçare, 3 vjeçare, të një lufte speciale, anti-lirisë Kosovës ka dalë ky shkrem. Dhe për 10 vjetë, edhe për atë ku, kjo e ka rritë objektivat e veta. Domi është krijuar, domi është gjykata speciale, domi janë njerëz të akuzuar dhe shumë domi tjera. Domi është OKB-ja, domi është raportet që në shku atje, dhe kjo nuk shlyhet dhe nuk hiqet. A i bën dëm të qenerit kryetari parlamentit Dimal Basha Kosovës apo vetëvendosjes? Për shkak se kur është votu për kryeparlamentar, edhe nga partitë opozitar, pra PDK-ja dhe një pjesë e AK-s, është votu në emën të asaj që partia që i ka fitu zgjedhjet, na mojti 6 muaj në blokad, sot po propozon Dimal Bashën, që po ja votojmë ta shohin njerëz se çfarë kuadra ka ai. Pra, i kujt është turpi? I Kosovës apo i vetëvendosjes që e ka për kryeparlamentar Dimal Bashën? Që jemi ne, mune me thonë i vetëvendosjes, mune me thonë turpi kësaj, mbrana ti të rregullojnë politikë të mbranshëm. Për që ta po? Që të mbrana. Për jashtë, kryetari i Kuvendit të Kosovës është. Turpi është i Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ai prezanton Kuvendin e Kosovës. Keni me pas shpejt në Këshillin e Sigurimit ju fol për këtë temë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës. Plot këta që kjo rrymë e ta është të psendit intelektualve. Veç janë të e trajtu, për çka është marrë Dimali me qitë, emni tjetër. Nuk e kanë marrë për të meqëm. Në kësë rase, kur në të qyrin, ty që fa kvalifikimi, e ka marrë me forcu argumentin e Ezoja. A Ezoja është me forcu argumentin që edhe një shqiptar është bashkëautori im. Dhe ajo është ne paka shumë kush e ka lexuar ajo herët, krejt angazhimi saj profesional është anti-shqiptar, ja saj Zojës. Anti-shqiptar. Nuk ka ky që se ka ditë ku po ulet, edhe me kon po bën shkrim të përbashkët në zonë, nëse s'kem diçka të përbashkët, nëse muna më ullë me bën një shkrim të përbashkët, një olimtim me ju, po ju diçka keni atje. Kështu që, Leo, kjo është, për mu është shkupalësi, është ignorancë, me thonë, të shohëm vëvëja çfarë kush është. Unë e di. Ne dina e dim kush është. Dimali është zëdhënësi maj madh, e maj fuqishëm i Zotit Kurti. Këtu ka qenë, ju din, zëdhënës. Në luft, në promovimin e... Në betejat... Po në partijake. Amo, djem. E nivellet ma tëllë. Amo, djem. Jem të folë diçka tjetër. Nuk e nga zgjedhë kryetari i Këshillit të Lëvizjeve Vendosi. Nuk e kena zgjedhë. Si të Këshillit se zgjedhë po mirë, po aja po tash zgjedhë kryetari i Kuvendit. Dhe këtu më keq bashkëautorët e kësaj zgjedhje janë edhe këto dy partitë. Sikur që bëjmë bashkëautor ai në përgjithësi, edhe këto bashkëautorë dhe unë mendoj që ka qenë gabim fatal. A mendoj që llogarisë që Kuvendi është i konstituuar? Jo, nuk është i konstituuar Kuvendi. Edhe çfarë presni Bile çka pretni prej gjykatës kushtetuese që është tash u afrua edhe 70 ditë? Bile gjykata kushtetuese mund të trajtojë një temë të çështjes. A mundet me këtu këtë pikën 0? Jo, janë votat e rregullta mund me trajtu. Çështjen e deputetëve që janë edhe ministra? Po se ju në keni temë vazhdimisht, duhet me trajtu ndoshta me dhënë zgjidhje kësaj çështje. Ne e kujtohet zoti Hoti ka ra për një vot, qeveria zotit Hoti për cilë e kanë deputeti. Temarife. Për shkak se ka qenë vote pa rregull. Të ke pjesa tjetër që është përgjigje, po presun që akt gjykimi s'pari për mua Kuvendin natyrisht që s'është i konstituuar. Jo për mua që po thamë në keni vendimin e fundit gjykatës. Të fundit kur thotë konstituimi i Kuvendit llogaritet kur zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët e saj, përfundojnë po me personal siç ndojmë politik, jo vetëm. Po tash e kemi edhe kështu të shkruajmë se përshë që ka herë po tash më jo me akt gjykim. Dhe pastaj shkojnë në afate tjera. Unë mendoj që gjykata kushtetuese tash kur do që i bjen ka me prunë vendimin dhe ka me adresu çështjen edhe shpresoj që të kthehemi në procedura parlamentare, praktikat parlamentare. Po mendoni që të kthehet pikën 0? Jo, nuk mendoj me çet pyetje që është bërë. Nuk mendoj që kthehet në pikën 0. Po me bom shkon një pyetje shtesë, për të thënë a është vota, a ka qenë vota valide. Valide, krejt, gjithë deputetët a kanë pas drejt vota. Pra të fol për deputete vetëvendosës që janë edhe qeveri, edhe po se ka një diskutim në opinion publik. Jene të fol për Albin Kurtin edhe disa që janë ministra. 5 për shumë vot atyre, a është vote deputete dhe ministre. Se ka diskutim këtë temë, është të diskutu.
A ka qenë të diskutim të ju? A futet a adresohet në gjykat, varet kush i ka numrin e deputetëve dhe adresojnë me fut. Pa këtë pyetje, unë mendoj që çështja duhet më kthyer te çështja e nënkryetarëve, pa këta. Duhet më kthyer te çështja që bën me paketë. Nuk çështja e kryetarit, në dekit fazë është e mbyllur. Nëse futet dhe pyetja kanë qenë votat e rregullta të atyre deputetëve, atëherë kthehet mund me ta kthej procesin zero. Nëse vlerësohet që edhe për nënkryetarët e partive shqiptare mund të kthy? Jo, s'ka vetëm te minoriteti. Po mundon na më nxjerr më atë. Jo, se praktika jon parlamentare thotë nënkryetarët shqiptarë zgjidhen veç, nënkryetarët komunitetit. Kush duhet të jetë nënkryetari serb? Rashiqe apo nga lista serbe? Është vullnet shaqeqarat është procedura, nuk është më kush, nuk është vullneti im, është procedura për çka kush duhet më qenë. Jo, thash kush duhet. Shumica e komunitetit e propozon, edhe rregulloria, edhe ligji. Rregulloria kanë bërë këta në 2022-ën vetë. Që e kanë miratuar. Thotë kështu, nga shumica e komunitetit të serb vjen propozimi. Dhe ju e miratoni. Ju duhet të jetë nga lista serbe. Po kaq është, po shumicë është. Propozimi shkon me shkrim. Në momenti kur nuk ka propozim, prandaj unë mendoj që s'është bllokuar, po e vëmë qafë komunitetet, që kanë bllokuar komunitetet e parlamentit, më thonë qarë shqiptarëve. Kanë bllokuar shqiptarët? Shumica, shqiptarë, dhe më thonë krejt, deputet na shqiptarët, krejt, ne shqiptarët, jo veç partia, por se ne shqiptarët, krejt, ne jemi fajtorë për bllokimin. Se nuk po e voton opozita kandidatin nga lista serbe? Dhe veç edhe pak, zonë, se edhe që ndodhë kështu, duhet me shku propozimi, ka shku propozimi, futet votim, po votimi praktika jonë parlamentare ka thonë paket. Dhe me tani, thotë edhe rregulloria. Përfaqësues e komuniteteve votohen në paket. Ata i ndajten. Edhe këtu që të ka po gabim opozita, pse me nda, pse me thonë vot për me nda votimin. A përfundon që kjo bllokat me qëtë 30 shtator? Do duhet. Po, a përfundon me qëto? A presne që ka me posë edhe ne pyetje shtesë, edhe ne edhe ku qënë që kjo. Nuk me ikë edhe për pyetjes pëse opozita nuk e voton dikën nga lista serbe, ju ka dërzu diskursit të vendosjes. Ato që po thamë, sepse opozita bëni gabimin e madh kur e ndajti. Ta e bënin kur e ndajtin, po tash pse s'po e votojnë? Po kur e ndajti, jo, ndajti gabim se tani shkel kushtetut mo. Shqyqeni, opozita ka animu pozitën me bëhat ndarje, me vot, ka shkel që të rregullë kushtetutën, se kur vje që kjo, që ka po flasën po presë, në fundit që t'jemi të qartë, në për mendimi se gjykata vendos vetën, se një përzimi. Për nëse gjykata ka më në këthy që t'piken të paketa, del që dhe edhe opozita ka dhonë vot. Opozita këtë ka ndimu blokatën e kuvendit diri në këtë situatë. Po në qëtë pjesë, po. është fajtore, po asa vetë vendosja. Po në qëtë pjesë, po. Ose është dashur ta votoj dikën nga lista serbe direkt dhe të mos ta zgjasë. Ka fut në regjinë e tyre.